Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë për të përgatitur një recetë tjetër për festat e fundvitit. Sot do të vim me recetën e pulës së detit dhe do ta sjell në një mënyrë tjetër. Marinimin e pulës së detit do ta bëjmë me gjalp të shkrirë, vaj ulliri, lëng portokalli, ujë, krip, piper dhe rigon vetëm nga gjysmë lugë kafeje. Dhe veçanta tjetër është sepse unë pulën e detit nuk do ta fus në furrë kështu siç është, por do ta pjek nëpërmjet një letër pjekje. Fillojmë pa humbur kohë të përgatisim marinimin e pulës së detit. Ndërkohë që ne do bëjmë marinimin e pulës së detit, furrën do ta ndezim në temperaturën 180 gradë. Do të vendosim një lugë gjelle me krip, një filxhan kafe me vaj ulliri, lëngun e portokallës. Tu kemi gjysmë lugë kafe me piper dhe gjysmë lugë kafe me rigon. Qizë përbërësit bashkë dhe fillojmë të marinojmë pulën e detit. Si fillim, që ta shkëpusim lëkurën nga mishi për ta marinuar sa më mirë pulën e detit. Pothuajse e kam veçuar cipën nga pjesa e mishit dhe tani të fillojmë ta marinojmë. E kemi mbaruar marinimin brenda, do e lyjmë edhe gjithë pulën nga jashtë. Të gjithën lyeni me dorë dhe pjesën mbrapa. E vendosim pulën në tavë. Do të vendosim letrën e pjekjes poshtë. Do të vendosim dhe në anëforën e tavës që pula të na mbështetet mirë. Gjithashtu do të na piqet mirë. Avut mos të dalin fare jashtë letrave, e pjekja e pulës të na bëhet shumë mirë. Vendosim pulën e marinuar. Tani do ta spërkatim dhe me krip pak pulën nga lart. Pula është shumë e madhe, 5 kg 800 gram. Kështu që edhe pak krip e do, se ajo kripa që vendosa ke marinimi është e mjaftueshme për brenda barkut dhe brenda pjesëve të tjera të pulës. Nga jashtë ka nevojë dhe për pak krip. Tani do të vendosim ujin nga brenda barkut te pjesë e kofshëve. Vendosim dhe pjesën tjetër, sepse pula gjatë pjekjes do nxjerrë lëngun e vet. Kështu që 2 goda ujë janë të mjaftueshme. Nëse do duhet përsëri ujë, ju mund t'i vendosni. Dhe tani do ta mbështjellim me letër pjekje. Do ta mbuloj me një letër alumini. Vendosim në këtë anë edhe pjesën tjetër me letër alumini, do ta mbuloj. Tani do ta vendosim në furrë. Ku zgarën e kemi ulur poshtë. Do e ulim sepse të na piqet avash dhe shumë mirë. Temperaturën e kam 180 gradë dhe do e lë për 1 orë. Të shohim në çfarë faze është pjekja. Pula e ka marrë atë fillimin e parë të pjekjes. E shpojmë pak. Akoma nuk po nxjerr atë ujin lëngun që fillon gjatë pjekjes. Do e mbulojmë përsëri. Vazhdojmë pjekjen.
Tani ta nxjerrim dhe ta shohim. Do i hedhim prap pjesën e marinimit që na teproi. E mbulojmë përsëri. E vendosim në furrë. E mbulojmë pulën tani dhe do t'i ulim temperaturën, do e vëmë në 160 gradë për 50 minuta. Koha e pjekjes ka përfunduar, e heqim pulën nga fura. E hoqëm. Kemi pjekur për rreth 4 orë e gjysmë. Një orë e kam pjekur në temperaturën 180 gradë, sa mori atë momentin e parë të pjekjes, pastaj e kam quar në 200 gradë për 2 orë, duke e trazuar mbas çdo një ore, duke e shpuar për të parë sa ishte pjekur, sepse në momentin që ajo nxjerr lëngun, është tamam procesi që ajo po e bën shumë një pjekjen. Pastaj e kam lënë për 1 orë në 160 gradë. Dhe në momentin që pula nuk nxjerr më lëng, atëherë pula e ka bërë pjekjen e saj. I hedhim pak nga lëngu që ka nxjerr, pjekjen e ka bërë fantastike. Është bërë shumë e mirë. Kështu që dhe shija besoj do jetë shumë e mirë. Na ngelet si gjithmonë ta provojmë. Dëshiroj që këtë mënyrë pjekje që unë kam bërë me këtë marinim, dëshiroj që ta përgatisni edhe juve, sepse është një mënyrë shumë e thjeshtë për ta përgatitur. Soba nuk ju bëhet pis fare, sepse letrat e pengojnë dalin e yndyrës në sobë, edhe është më e sigurt pjekja. Dhe lëngun me gjithë yndyrën dhe shijen e pulës së detit e kemi për të bërë përsheshjen. Tani e vendosim në pjatancë. Ta shikojmë se si na është pjekur. Pula na është pjekur shumë mirë. Ju bës të mirë.